Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka sarqa wa ma shahidna illa bima allimna wa ma kunna lil ghaibi hafidhin. Sadaqallahu al-azim. Falënderimi dhe lavdrimi takon Allahut xhaleshanuhu, atë e falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salata dhe selame i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe pasojnë rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të respektuar vëllezër besimtarë, do të vazhdojmë sonte me komentimin e ajeteve të surës Yusuf, e që sonte si temë do të jetë vëllezërit kthehen tek babai pa Benjamini. Siç e dim prej ligjëratës së kaluar, vëllezër të ndershëm besimtar, vëllezërit e Jusufit alayhis salam u mundun, u përpoqën që ta shpëtojnë vllain e tyre Benjaminin me të gjitha format e tyre të mundshme që i kishin para vete, por ata nuk patën sukses në këtë çështje dhe e panë se gjitha rrugët ju kishin mbyllë. Pasi që dështuan ta shfaqsojnë vllain e tyre dhe pasi ministri refuzoi që ta merrte njërin nga vëllezërit e tjerë në vend të Benjaminit, ata i kaploi dëshpërimi i madh dhe vendosën që të kthehen në tokën e Kenanit, për me lajmëru babain e tyre Jakubin alayhis salam për këtë ngjarje që ju ndodhi. Allahu dhul Xhelal këtë ngjarje e përshkruan dhe thot: me që e humbën shpresën në të Jusufin, u shpërndan dhe u këshilluan fshehtazi. Do me thonë, pasi që i humbën shpresat se do të mund të shpëtojnë vllain e tyre, ato u shkëputën nga të tjerët fshehtazi, filluan të këshilloheshin mes njëri tjetrit dhe të bëjnë plane ndërmjet se si mund të shpëtojnë vllain e tyre Benjaminin nga kjo bela të cilën bela ju ndodhi derisa ishin tek ministri. Allahu dhul Xhelal këtë ngjarje e përshkruan në ajetin e 80 të surës Yusuf, 81, 82, 3, 4 e kështu me radhë. Në ajetin e 80 të surës Yusuf, Allahu dhul Xhelal thotë kur e humbën shpresën prej tij, e u veçuan për të konsultuar. Ma i madhi i atyre tha: a nuk e dini që babai juaj ka marrë prej juve besën në Allahun, e më parë çfarë padrejtish keni bërë ndaj Jusufit. Unë pra nuk ndahem kur prej kësaj toke, më thënë prej Egjiptit, deri që më lejoje babai im ose të vendos Allahu xhaleshanuhu mirë për mua. Allahu është gjykatës më i drejtë. Ndërkaq në ajetin 81 të surës Yusuf, Allahu dhul Xhelal thot: irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka sarqa wa ma shahidna illa bima allimna wa ma kunna lil ghaibi hafidhin. Ju ktheuni tek babai juaj dhe thojni babait tuaj: o babai ynë, djali i të vodhi, ne dëshmojmë vetëm për atë që e dim, e për të fshetën ne nuk ishim roje. Me fjalë tjera, ne nuk e dinim se Benjamini kishte vjedhur. Kur ministri na pyeti se cili është ndëshkimi për atë që ka vjedhur, ne i tregum se cila është masa ndëshkimore për këtë rast. Po ashtu në ajetin e 82 të surës Yusuf, Allahu dhul Xhelal vazhdon dhe thot: ti dërgo
e pyeti banorët në qytetin ku ishim ne, po ashtu edhe ata me karavanin me të cilën kemi ardhë. Që do të thotë se shko veti banor të ati vendi dhe pjesëtarët e karavanit me cilën keni udhëtu. Ata janë dëshmitarët më të mëdhej të fjalëve tona. Ne jemi duke e thonë të vërtetën. Ne jemi të sinqert në atë që po e themi. Ajo që ne e pam dhe e dëshmum ishte fakti se ai vodhi dhe mbajt për shkak të kësaj. Ajetin 83 të surës Jusuf, Allahu Dhul Gjelal thot, a Jakupi tha, jo çështjen u lehtësoi epshi juaj, mua nuk më ka mbet tjetër durim i mirë, i cili është shpresë që Allahu Xhaleshanuhu do të më sjell të gjithë. Ai është më i dijshmi, më i urti. Që do thotë se këto kur shkun tek babai i tyre Jakupi alayhis salam, ai ju drejtu bijve të tyre me të njëjtat fjalë që ju tha kur e sollën këmishën e Jusufit alayhis salam me gjak të rrem. Më thonë, Jakubi alayhis salam e kishte edhe një sprovë me djemtë e tij. Ju kujtohet ligjëratat e kalume se ata tentun të mbytin Jusufin alayhis salam, nuk arritën të mbytin, e hodhën bonar në pus dhe morën këmishën e litën me gjak të rrejshëm dhe ja çun babait, i cili qysh atëherë nuk ju besoj, sepse këmisha nuk kishte asnjë shenjë ose të shkoqës ose të grithjes, spako. Dhe të njëjtën gjë e përjeton Jakubi alayhis salam edhe me Benjaminin. Ai mendoi se ata të njëjtën gjë e kanë bërë edhe me Benjaminin. Pastaj ju shpresën dhe ju lut Allahu Xhaleshanuhu me një lutje të veçantë për t'ia kthy 3 bijt e tij, se tashmë 3 bij nuk e kishte me veti, Jusufin, Benjaminin dhe Rubilin, i cili qëndroi në Egjipt duke shpresuar që babai do t'i jepte leje të kthehej në shtëpi dhe në vend ta merrte Bunjaminin fshehtazi. Jakubi alayhis salam nuk i dha leje. Jakubi alayhis salam ju drejtu dhe tha, unë shpresoj që Allahu Dhul Gjelal do të më sjell të gjithë evlatët e mi, të gjithë fëmijët e mi. Hala Jakubi alayhis salam shpresoj që dhe shpresën asnjëherë nuk e humbi që djali i tij Jusufi alayhis salam ka vdekur. Edhe në këtë rast kur ju paraqitëm pa Benjaminin, pa djalin tij të vogël, përsëri e kishte shpresën se Zoti Dhul Gjelal do t'ja ktheje dhe e tha fjalën e tij se Allahu Xhaleshanu është më i dituri, më i urti. Allahu Xhaleshanu është i gjithditur për gjendjen time, të përvuajtur dhe dhimbjen time. Allahu Dhul Gjelal është i urtë, me lidhje me çdo gjë që ka përcaktuar të ndodhë dhe ka vendosur të jetë. Ai ka urtësi në gjitha veprat e tij. Kjo është vëllezër të ndershëm besimtar, një mesazh për secilin prej nesh. Mesazh për secilin prej nesh kur sprovohemi jetën e kësaj bote. Nuk duhet jemi të ngutshëm, nuk duhet jemi nga ata të cilët fjalët e fundit i themi në fillim. Po gjithmonë durimi duhet jetë në zemrat tona, në shpirtat tona, në ngjarjet tona. Nëse ne me anë të durimit i përballojmë sprovat e kësaj bote, çdo mend se do të kemi sukses. A shembullin më të mirë në këtë rast, pasi që jemi të shpjeguar historinë e Jusufit alayhis salam, ne kemi të babait të tij Jakubit alayhis salam, i cili
Ishe sprovë madhe me i humbë djali. Po sprova dhe më e madhe ju bo kur ju i hupën 3 djemë. Dhe më thonë, sprovat vëllezër të ndershëm besimtar nuk janë njësoj. Ka një sprovë pak që te i kalohet, një sprovë tjetër pak më e madhe, po ka edhe më të mëdha. Dhe vazhdimisht kur na ndodhen neve ndodhit, ne duhet t'i kujtojmë gjonat pak më të mëdha çka janë. Ajo sprova jota është shumë e madhe, shpirti jot vonë më shumë, mirë po kujtoje se ka një sprovë hala më të madhe, ka mujt hala më shumë me të sprovu Allahu xhaleshanuhu. Dhimbja për birin e tij Benjaminin, Jakubin alayhis salam janë nxori edhe dhimbjen e fshet që i kishte për Jusufin alayhis salam. Ne sado që mendojmë ndonjëherë kur edhe i hupin për kësaj bote fëmijët e tonë, vllatë e tonë, dhe në këto humbje, sa herë që ndodhe e keni pa një vdekje në familje, mi njëherë të shkojnë menjat e aje vladi. Mi njëherë të shkojnë menjat e aje i pari. Dhe më thonë, asë njëherë për prindërit e vladi, fëmijat nuk humbë. Jakubit alayhis salam i ndodhi edhe kjo ngjarje e cila pak e ranoi, u pikllu shumë, e ka ploj trishtimi, siti u zbardhën, një trishtim i heshtur, pa ju anku as një krijese, se na zatën vëllezër të ndershëm besimtar, shpesh herë këtu e bëjmë gabimin tonë, shpesh herë ankohemi të krijesat, shpesh herë e harojmë krijuesin, hallet tona, ndertet tona, çfarë do qofshin ato, shpesh herë ja kojmë hallin dikuj, ta hek pi zemrës, se si ja kojmë hallin krijuesit, qoftë në skamje, qoftë në smundje, qoftë në humbjet pasurisë, qoftë në humbjet familjarëve. Sprovën ne duhet t'ja kajmë Zotit Dhul Xhelal, jo krijesave të Zotit. Dhe na këto e kemi gabimin më të madh, shpesh herë ankohemi. Ku ankohemi? Te njerëzit ankohemi, te krijesat ankohemi. I vetmi është Zoti xhaleshanuhu që na i shëron zemrat tona, çfarë do halli që kemi, çfarë do derti që kemi. Dhe njerëzit që ishin përreth Jakubit alayhis salam, kur e panë këtë gjendje, sidomos bijtë e tij, i kaploi dhëmshmëria e madhe për babain e tyre, prandaj me keqardhje, butësi e dëshirë për ta qetësu, i u drejtuan dhe i thanë: por Allahun ti vazhdimisht e përkujton Jusufin derisa do të smurësh ranë e të shkatërrohesh. Ajeti 85 sure Jusuf. Me fjalë tjera i thanë se nëse vazhdon ta përmendësh Jusufin, ti ki me u dobësu, e kështu edhe një ditë edhe do të largohesh nga kjo botë, do të vdesh. Mirë po vëllezërit e Jusufit alayhis salam nuk e dishin se Jusufi alayhis salam është gjallë. Ata kishin mendu se ka përfundu puna e tij. Vazhdon Allahu xhaleshanuhu në ajetin e 86 të surës Jusuf dhe thot: a Jakubi i u drejtu bijve të tij dhe ju tha: unë hidhrimin tim dhe piklimin tim i aparashtroj Allahu xhaleshanuhu, e unë e di për Allahun atë që ju nuk e dini. Në fjalë tjera, Jakubi alayhis salam tha: vetëm se Allahu xhaleshanuhu ja parashtroi hidhrimin tim, vetëm se Allahu xhaleshanuhu ja parashtroi trishtimin tim, vetëm se Allahu xhaleshanuhu ja parashtroi hallin tim, vetëm se Allahu xhaleshanuhu i drejtohem, vetëm se Allahu xhaleshanuhu është i vetëm dhe pa ortak. Unë di për Allahu xhaleshanuhu ata që ju nuk e dini, sepse ishte pejgamberi Allahu xhaleshanuhu. Unë e di mirë se ëndra që e ka pa Jusufi ishte vërtet, dhe do të vinë ajo ditë kur unë do të përulem para tij, ashtu siç edhe u tregu në ëndër. Me fjalë tjera, Jakubi alayhis salam nuk e kishte humbën shpresën se Jusufi alayhis salam është i gjallë, sepse i besoi ke Zotit. Ëndrën që ja tregojnë qish në fillim Jusufi alayhis salam, ki e dinte se ajo ka më realizu dhe ka më bo realitet. Çdo mend se edhe nga kjo ngjarje kemi disa mësime në mesin e tyre.
Nga argumentimi i këtij ajeti kuranor mësohet se gjykatësi ka drejt gjykoj për çështje që i paraqiten atij në bazë krahasimeve dhe dëshmive të pakundërshtueshme. Ne kemi pasur në rastin e vëllezërve të Jusufit thjesht vetëm gjetjen e gotës çmume të mbretit mallin e Benjaminit. Ai u konsideru si fajtor dhe u gjyku për vjedhje, pa dëshmitar dhe pa pranu ai vetë fajin. Nëse e shikojmë mirë dhe e shqyrtojmë mirë këtë çështje, secili prej nesh kemi me vërejtë se çdo person ishte përgjegjës për barën e ushqimit që mbarte, sepse ishte i pranishëm gjatë ngarkimit të ushqimeve dhe drithrave nga punëtorët. Nga ana tjetër, asnjë nuk mendoi se mund kishte një plan armiqësor nga ana e vëllezërve. Kjo tematikë kaq e rëndësishme ka nevojë për një trajtim dhe studim më thellë në jurisprudencën islame, sepse ka një ndikim të madh në çështjet tona bashkëkohore. Ndryshimi i karakterit të vëllezërve të Jusufit alayhis salam. Nga ajetet e lartë të përmendura, vrejmë se vëllezërit e Jusufit alayhis salam kanë patur karaktere të ndryshme. Vllai më i madh ka qenë i besueshëm dhe ka mbajtur premtimin dhe besën që ja dha babait të tij Jakubit alayhis salam. Kurse pjesa tjetër e vëllezërve, pasi ju dështuan përpjekjet për ta bindur ministrin, me njerë u tërhoqën nga qëndrimi i tyre dhe u mundun të arsjetojnë vetveten. Sikurse në ditët e sotshme vëllezër të ndershëm besimtar, kemi njerëz të cilët qëndrojnë te një problematikë deri në fund. Mirë, po kemi për fat të keq njerëz të cilët vetëm se një herë thonë çështjen edhe pastaj tërheqën. E njëjta gjë përsëritet gjenerat pas gjenerate dhe kjo do të përsëritet deri në ditën e Kiametit. Dhe në fund nga këto ajete tregohet se pikëllimi mund shpihen smundje të rënda. Me të vërtet, në shumë vende në Kur'an Allahu xhaleshanu thot njerëzve mos ken pikëllim, mos ken trishtim, sepse pikëllimi dhe trishtimi na paraqesin smundje të cilët ndoshta edhe janë vdekje pruese. Me këtë edhe e përfundojmë ligjëratën e sonshme, duke i lutur Allahun xhaleshanu që ibadetet tona t'i pranon, Ramazanin ton ta pranon, të vdekurit ton Allahu xhaleshanu t'i mëshiron, pleqët ton Allahu xhaleshanu t'i forcon, rinin ton Allahu xhaleshanu në rrugë të mbarë ta udhëzon. Elhamdulillahi rabbil alamin. Na sonte kemi një mysafir të nderuar, një koleg të nderuar, Ilyas Efendiun nga Sarai, për ndryshe ka qenë edhe gjysmë mandati kryetare dhe i komunës, e kemi edhe mik këtu në Haraçin, i cili ka qenë një iftar të miqësia e tij. Ne kërkojmë nga ki na drejtohet me një fjalë përshëndetëse dhe pastaj do të miremi vesh kush ka do të fale.